Regjesa shqiptare, e cili është një koproduksion gjermano-belgo-shqiptaro-kosovar. Jam shumë I lumtur që kemi qenë pjesë e këtij filmi, sidomos Kosova si Minority Co-Production, ku edhe pse minori kemi afruar dikon 16 aktor kryesor, edhe pjesën më të bukur të filmit, domethënë pjesën që shihet. E gjatë kësaj konference u diskutua për sheshin e xhirimit, për trajtimin e ngjarjeve dhe ndjesitë që përjetuan aktorët. Asa ka qenë e vështirë, ka qenë edhe lehtë, sepse kur punon me një kast mrekullueshme të aktorëve, kur studion gjatë, kur punon gjatë, atëherë vjen shumë e lehtë, edhe aq më tepër kur ka filma të cilët sfidojnë me mësu gjëra të reja, për shembull si kalerimi apo ndryshime tjera fizike, mentale, shpirtërore e tjerë, kështu që duhet jam fut shumë thellë në vetvete që çdo pjesë me qenë në bashkëveprim, edhe pjesa intelektuale, edhe shpirtërore, edhe fizike, edhe mentale, në çdo mënyrë me qenë shumë e kompletume, edhe kom marrë përgjegjësinë me gjithë forcën më të madhe që e kom pas. Për vende të ndryshme të botës. Është një temë shumë autoktone, po njëjtën kohë ngërthen vetvete edhe rrëfime të cilat I përkasin natyrës universale, në kontekstin e gruas, e femrës, të patriarkalitetit, dualitetit që trajtohen të femë, është një rrëfim dashurie, është një rrëfim lufte, në kontekstin e vujtjes shpirtërore, në kontekstin e gjakmarrjes, hakmarrjes, edhe pastaj duke pas parasysh që kanuni është një e vërtet ekzistente, domethënë si libër, si një lloj kushtetute e parimeve dhe vleftave morale, që daton domethënë me qinda vjet, edhe pastaj mënyra se si trajtohen aty në kapitullin e burneshave apo kapitulli për hakmarrjen dhe gjakmarrjen ka zgjuar një interesim jashtëzakonisht madh në botë, në shtetet apo vende të cilët nuk kanë qenë njoftuar më herët për këto rrëfime. Kaq interesante, kaq ndjeshme dhe shumë unike në esencë. Nusja jeme, e jela apo pritme? Shkurta Sulejmani, e cila gjithashtu luan rolin e Luanës si fantastike. Mos e prek bien! Ma shumë të kisha dosh me cek gjatë gjithë filmit, çdo kush që ka ndihmu për me kaluar mi lehtësu këtë sene, më me thonë që Irina ka qenë një dorë për me më shtyje, për me vazhdu edhe kur nuk ku mujt ndoshta me bë, ku mendu që s'muj me bë, ka qenë shumë lehtësim I mirë, s'di me përshkru. Po me punu me aktorë si që janë kitë kasta e filmit, është fantazisë. S'di që me përshkru, është qa që bukur, se që kur se arrëj atë eksperiencë.